Dhe në fund, për krip, jo për ëmbëlsirë, dua të them dy fjalë për ata që u hodhën përpjet, ose më saktë për ata që jetojnë të hedhur përpjet, dhe që në përpjetësinë e tyre i shtuan hedhjeve edhe një hedhje të radhës dhe të njëjtës natyrë, dizinformim, çoroditje e opinionit publik, helmim i të gjithë atyre që kanë akoma fuqinë që t'i dëgjojnë, duke thënë që Amerika i ndaloi vizat për Shqipërinë. Kjo është e pavërtetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat për Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale, nën orientimin e qartë prej kohësh të presidentit Trump për politikën e re lidhur me imigracionin, ka vendosur që për 75 vende të botës, ndër të cilat edhe disa vende të Ballkanit, ku përfshihet edhe Kosova, të bëjnë një pezullim të përkohshëm për sa i përket lejeve të punës në Shtetet e Bashkuara. Jo vizave për në Amerikë, po lejeve të qëndrimit në Amerikë për punë. Pasi, për këtë kategori vendesh, kanë vënë re fenomenin e marrjes vizës për turizëm, marrjes vizës për biznes dhe pastaj të mos respektimit të afateve, por të qëndrimit atje për të filluar një punë. Dhe kjo është diçka që shkon në linjën krejt normale të politikës së re të presidentit Trump dhe që nuk ka pikën e lidhjes me të gjitha ato që u thanë nga ata që hidhen përpjet. Dhe që përsëri kur të bie në tokë do të shohin se terreni mbi cilin qëndron është gjithmonë më i rrëshqitshëm. Pra do të humbin thellë e më thellë e do hidhen përpjet lart e më lart.